këtë edicion do të ndiqni. Në spitalin e Gjakovës, aktualisht janë duke u trajtuar 80 pacient për COVID-19. Me rritjen e numrit të infektuarve, normalisht që rritet edhe numri i interesimit të njerëzve për të testuar. Në Institutin e Shëndetit Publik në Gjakovë, sot është parë numri i madh duke pritur të testohen. Edhe në qendrën e transfuzionit të gjakut në Gjakovë, po ka shumë punë. Ditët e fundit ka shumë vullnetar që po drejtohen aty për të dhuruar gjak vullnetarisht, e që pastaj plazma atyre të përdoret për shërim. Në zonës e mësimdhënës të shkollës Fëmia Agani në Gjakovë organizuan fushat sensibilizuese për sindromën Down. Njëri ndër aktivitetet ishte blerja kartolinave të punuara nga fëmijët me këtë sindrom, nga shoqët e shokët që vijojnë mësimin këtu. Drejtoria për kulturin dhe sportin në Gjakovë organizoi një program artistik me këngë e vallëzime, e të cilin ja kushtuan fëmijëve me sindromën Down. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik bën të ditur se gjatë 24 orëve të fundit rezultojnë 828 raste pozitive. Po ashtu gjatë 24 orëve janë raportuar 8 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Në Gjakovë ka ndërruar jetë një person. Po ashtu në Gjakovë kanë dalur edhe 29 raste të reja. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës njofton se numri i rasteve pozitive dhe vdekjeve nga COVID-19 vazhdon të jetë i lartë dhe brengosës si pasojë drejt për drejt e neglizhimit të masave. Mjekët të stërngarkuar në spitale po luftojnë kundër këtij virusi tinxare shkatrimtar me tërë fuqinë e tyre profesionale e njerëzore. Instituti përsërit thirrjen për zbatimin e të gjitha masave të përgjithshme dhe specifike për mbrojtjen nga pandemia COVID-19. Masat parandaluese janë të njëjta me aksen të veçantë se personat pozitiv duhet të qëndrojnë në shtëpi për të parandaluar përhapje në familje dhe në komunitet. Me zvogëlimin e kontakteve do ta bëjmë të mundur ndërprerjen e përhapjes së infeksionit. Instituti vlerëson se këto masa mund të ndërprejnë rritjen e numrit të rasteve, të parandalojnë mbi ngarkesën e hospitalizimeve dhe të parandalojnë rritjen e numrit të vdekjeve. IKSHPK apelon të të gjithë qytetarët, institucionet dhe organizatat publike dhe private për respektimin dhe ndërmarrjen e të gjitha masave të nevojshme për parandalimin, menaxhimin dhe kontrollin e infeksionit COVID-19, duke marrë parasysh dispozitat e ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 dhe vendimet në fuqi mbi masat dhe obligimet e institucioneve për zbatimin e masave të përgjithshme dhe specifike për mbrojtjen nga pandemia COVID-19. Komiteti për koordinimin dhe vlerësimin e situatës me pandemin COVID-19 mbajti mbledhje ku diskutuar për mësimin online ose jo. Komiteti për koordinimin dhe vlerësimin e situatës me pandemin COVID-19 ka mbajtur takim të premten pasdite ku është diskutuar mundësia ndryshimit të masave anti-Covid. Ky takim vije pak ditë pasi u propozuar që të ketë mbyllje të shkollave për një javë dhe mësimi të mbahet online. Javët e fundit numri me të infektuar me COVID-19 ka shënuar rritje, ndërsa të premten janë regjistruar 828 raste të reja, që është numri më i lartë në këtë vit. Ministri në detyrë i shëndetësisë Armend Zemëj gjatë takimit të Komitetit për pandemin COVID-19 ka thënë se pjesa e testimeve dhe përcjellja e situatës është bërë në mënyrë intensive. Ai ka thënë se në këtë fazë të vitit janë bërë më shumë se 7.000 testime. Zemëj ka thënë se nga këto 7.000 testime, pjesa e tyre 2.000 mësimdhënës ku prej tyre 31% kanë dalë pozitiv dhe 5.000 nxënës ku shkalla e pozitivitetit ka qenë 22%. Ministri Tuti ka thënë se javëve të fundit ka pasur rritje të rasteve dhe gjendja në SHKUK është e ngarkuar. Ngarkesa që është tash në SHKUK në një kohë të shkurtër, nëse vazhdon kështu do të jetë e papërballueshme, ka thënë Zemëj. Mbesim të njëjta temë dhe sjellim materialin e përgatitur në spitalin e Gjakovës, ku aktualisht janë duke u trajtuar 80 pacient për COVID-19. Në gjithë vendin dita e ditës është duke rënduar situata me COVID-19 dhe se po rritën kërkesat për hospitalizim. Ditë më parë, drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, ka deklaruar se nga 780 pacientë sa janë gjithsej duke u trajtuar nëpër spitalet rajonale dhe ÇKUK, 36 pacientë janë në gjendje kritike. Fluksi i pacientëve është rritur edhe në spitalin e përgjithshëm Isa Greza në Gjakovë. Sipas drejtorit shëndetësor, Afrim Sulejmani, gjithsej janë 80 pacientë të hospitalizuar që po trajtohen për COVID. Prej tyre 64 pacientë janë të konfirmuar pozitiv. Fluksi i pacientëve që kërkojnë shërbime në spitalin e përgjithshëm
Isa Greza Gjakov është shtuar dhe është më i madh numri i pacientave. Për momentin kur flasim janë 80 pacienta të hospitalizuar, një është në respirator, një është në CPAP mask, të tjerët 64 prej tyre janë në oksigenoterapi, 64 janë të konfirmuar pozitiv, 8 prej tyre janë konfirmuar negativ, ndërsa 8 janë në procedurë testimit, rezultatet i presim gjatë ditës. Për momentin kur flasim në spitalin tonë trajtohen 14 shtetas pacient nga Republika e Shqipërisë. Trajtimi i tyre është konform me uzuesit klinik dhe po provojmë me bëj më të mirë në mundshme për gjithë pacientat pa dallim. Përkundër fluksit të pacientëve, Sulejmani tha se Spitali i Gjakovës po ofron shërbimet me të gjitha kapacitetet që ka për trajtimin e të infektuarve me koronavirus. Qëndrojmë relativisht mirë të furnizuar nga Ministria e Shëndetësisë edhe me medikamente edhe me material shpenzues një përdorim të respektu masat mbrojtëse. Megjithatë mungesat vogla ka, aty ku kemi mungesa mirësisht ose fatkeqësisht detyrohemi me kërku ndihmë prej familjarëve me plotësu terapinë. Po jemi relativisht mirë. Po shpresojmë edhe po besojmë që do të zvoglohet fluksi i pacientave. Nëse do të detyrohemi, sigurisht do të marrim edhe veprime shtesë me kriju hapësirë shtesë për trajtimin e këtyre njerëzve. Sipas statistikave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, deri më sot janë 11.736 raste aktive me koronavirus në Kosovë. Andaj, profesionistët shëndetësor apelojnë tek qytetarët që të respektojnë masat parandaluese të përhapjes së këtij virusi. E me rritjen e numrit të infektuarve normalisht që rritet edhe interesimi i njerëzve për të testuar. Në Institutin e Shëndetit Publik në Gjakov sot është parë numër i madh duke pritur të testohen. Situata po del të jetë mjaft e tensionuar. Kjo turme njerëzve po ndodh për shkak që nga sot ata mund të testohen pa ndonjë termin paraprak. Ndodhemi në oborin e Spitalit Regional Isa Greza në Gjakov, ku kanë filluar testet e PCR për personat e dyshuar me Covid. Siç shihet tashmë është një numër i madh i personave të cilët do të testohen. Policia po bën të mundur distancën e tyre sepse numri i personave të dyshuar ka arritur një numër të madh. Para objektit të Institutit të Shëndetit Publik në Gjakov, qytetarët po testohen për COVID-19. Testet PCR do të fillonin që nga ora 8 të mëngjesit, por ky proces filloi me 1 orë e gjysmë vonesë, thonë qytetarët. Covid Centrum duhet të hapesh në ora 8:30 dhe kanë hapur nga ora 10:20. Dhe nuk është kjo radha e njerëzve, nuk është ashtu si duhet, nuk e respektojnë. Domethënë nga 100% e njerëzve respektojnë 70%, 30% nuk e respektojnë. I kam shkuar 2-3 herë, i kam thënë kur do hapen, më kanë thënë që tash edhe nuk është hapur. Këto nuk e kam përjetuar ma si vend unë jetoj në Gjermani, dhe atje funksionojnë komplet ndryshe. Nuk e di, shpresoj që në të ardhmen bëhet edhe këtu si në gjithë botën. Një tjetër person tregon se si po i bëhet e pamundur që të marrë një rezultat për të udhëtuar drejt mërgimit, e me këtë rast ai shprehet që është mjaft e padrejt çfarë po ju bëhet mërgjimtarve. Jetoj në Zvicër që 48 vjet dhe me duhet të udhëtoj. Unë jam i vakcinuar me 2 vakcinat anti-Covid. Po mu me duhet një vërtetim këtu ta marr për të udhëtuar se ndryshe nuk më pranojnë. Dje nga ora 6:30 që kam qenë këtu, dek terti në 9:30 kemi pritur. Ne tonë këtë mos të njerëzve që i kanë, jenë përpjeku që ta mojna pak rendin, si që kemi mujtur, po nuk e di tonë ky popull këtu me tarë keq. Policia e mediat duket se bën të mundur të fillojnë testimet, thuhet nga të tjerët. Kanë fillu testimet një orë më vonesë, u du të marrë dhe policia me intervenu edhe mediat, pak pa rregullsi normal që ka.
Kishte edhe prej atyre që nuk deshën të flisnin para kamerës së televizionit Syri, por që prapa kamerës pohuan se paregullësitë e sotme ishin të mëdha, duke filluar nga orari me vonesë i testimeve dhe numri të madh të dyshuarve me COVID-19. Edhe në qendrën e transfuzionit të gjakut në Gjakov, po ka shumë punë. Ditët të fundit ka shumë vullnetar që po drejtohen aty për të dhuruar gjak vullnetarisht, e që pastaj plazma atyre të përdoret për shërim. Edhe pse ndodhemi në kohë pandemie, kjo gjë nuk ka ndikuar në numrin e dhuruesve të gjakut në qendrën e transfuzionit të gjakut në Gjakov. Këtu na thanë se vazhdimisht po rritet numri njerëzve që dhurojnë gjak. Doktoresha specializante Dafina Gecaj Nikull Bibaj na tha se tani gjaku po dhurohet edhe për të përdorur plazmën për shërimin e të infektuarve me Covid. Kemi fillu tash me marrjen e plazmës konvalesente, me që dim që veç jemi në kohën e pandemisë, edhe po kërkohet, domethënë me të madhe. Për fat të mirë kemi kohëve të fundit edhe dhurues që janë në dispozicion me dhuru gjak edhe normalisht për plazmë konvalescente. Natyrisht duhet me pas edhe disa dokumente për me ditë që vërtet a ka lu virusin, domethënë ka qenë me Covid, mandej ai plotësojnë kushtet në bazë të antitrupave që i kanë. Doktoresha bëri edhe një apel për dhuruesit e gjakut. Ju bëj apel me pas sa ma shumë dhurues gjakut, e dim që një dhurues gjakut shpëton jetë, e sidomos tash që jemi në kohë pandemie, që e dim se sa shumë duhen dhurues të gjakut, çfarë vlerë kanë. Për të dhuruar gjak nuk nguroi as kryeinfermieri Krishnek Abrashi, i cili ka vite që bën këtë gjë. Jam dhurues i rregull vullnetar, ja për vitin 2004, domethënë hera 26 është se ka jap gjak vullnetar. Ku të jap gjak vullnetar ani vetën shumë mirë, dhe ju lut të gjithë qytetarët të vinë të japin gjak sa më shumë. Vitet e fundit mjekësia në mbar botën apelon që të dhurojmë gjak, sepse ky proces nuk është vetëm human, por ndihmon në rigjenerim dhe nxitje të palcës kurrizore për më shumë qeliza të reja. Sasia gjakut që mund të japim është maksimumi 450 ml, sasi kjo që zëvendësohet brenda 72 orë si volum, ndërsa për qeliza të reja do duhen 3 javë. Kandidati lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti dhe kandidatja për presidente Vjosa Osmani kanë pritur në takim kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikun, ku kanë diskutuar për formimin e institucioneve. Ka përfunduar takimi ushtruese së detyrës presidentës së Kosovës Vjosa Osmani, kreu të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe kreu të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku. Pas takimit, Abdigjiku para mediave tha se me Osmanin dhe Kurtin kanë biseduar për formimin e institucioneve. Ne sot përfunduam takimin e parë me përfaqësuesin dhe kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, diskutuam për formimin e institucioneve. Kemi përfunduar takimet me lëvizjen vetëvendosje sepse pozicionet tona janë të qarta. Lëvizja vetëvendosje është në pozit, ne në opozit. Do jemi opozit aktive dhe alternative re. Jemi dakorduar që pas formimit të qeverisë të takohemi me pretendenten për presidente dhe të kuptojmë më qartë pozicionin e saj karshi LDK-s LVV-s, ka thënë Abdigjiku. Kreu i LDK-s tha se presin ftesë nga Vjosa Osmani që të takohen javën e ardhshme. Ndryshe të hënë në orën 10 do të mbahet seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Për votimin e qeverisë nevojiten 61 vota. Kompanitë e transportit rrugor të udhëtarëve kanë parakaluar me autobuset e tyre rrugëve të kryeqytetit në shenjë proteste pasi që nuk janë subvencionuar nga qeveria e Kosovës për humbjet që kanë pësuar gjatë pandemisë. Numri i madh i autobusëve të transportit ndërurban të udhëtarëve u vendosën para qeverisë së Kosovës sot. Ky vendim i shoqatës së transportit rrugor të udhëtarëve vije pasi mëngjesin e së premtes parakaluan mbi 200 autobus në rrugët e kryeqytetit si shenjë proteste për subvencionim nga qeveria. Kryetari i shoqatës së transportit rrugor të udhëtarëve, Rushdi Kurtishaj, tha se pandemia u ka shkaktuar humbje të mëdha dhe se institucionet edhe përkundër premtimeve nuk u kanë dalur në ndihmë. Dhe ky duhet jetë një alarm i fundit për qeverinë e Republikës së Kosovës që të mlidhet urgjentisht dhe të merr vendimin e duhur për pagesën apo për realizimin e marrëveshjes së nënshkruar mes qeverisë së Republikës së Kosovës dhe shoqatës së transportit. Kurtishaj ka sqaruar se ata po kërkojnë që të kompenzohen me rreth 6.5 milion euro, ku do të përfshihen 450 biznese.
Kërkesat e operatorëve janë që të vihet me 1000 autobus dhe të bllokohet Prishtina, por ne kemi parasysh çdo herë interesin publik, interesin e qytetarëve, por ne do të bëjmë si simbolik edhe ditën e hënë me 200 apo 300 autobus do të bllokohet për 2 orë Prishtina. Nesër vazhdon greva, edhe pas nesër dhe të hënën kemi marrë vendim që të jemi të gjithë së bashku nga ora 10 deri në orën 12, ka thënë ai. Ish-ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka thënë se energjia duhet të jetë fokus primar i qeverisë së re. Ish-ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka tha se energjia duhet të jetë fokus primar i qeverisë së re. Krejt kjo nga se sipas tij shumë probleme, sidomos lidhje dhe stabiliteti ekonomik pa furnizim të rregullt me energji, po u shkaktojnë probleme dhe investitorëve të huaj. Edhe për këtë qeverinare, energjia nuk është fokus primar. Atëherë lë shumë probleme sa i përket sidomos lidhet me ekonomi që janë, me tërheqjen e investimeve të huaja dhe stabilitetin ekonomik të vendit. Tutja i potencoi që fokusi i qeverisë së ardhshme duhet të jetë edhe për kraja e prodhuesve vendas, nga se siç thot ai, rritja e eksportit ndikon drejt për drejt në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe në punësim. Këshilla kryesore do të ishte që duhet bëhen mekanizma që të jenë konkurrues me tregun rajonal sa i përket thithjes së investorëve të huaj. Kjo qeveri duhet të fokusohet shumë në përmirësimin e infrastrukturës, siç janë parqet e bizneseve, dhe ka nevojë që të hapet kudo në Kosovë dhe të bëhet më atraktive për investim, dhe të jemi konkurrent dhe të punojmë ngushtë edhe me diasporën sepse energjia është kyçe për këtë punë. Nxënës e mësimdhënës të shkollës Femia Agani në Gjakov organizuan fushat sensibilizuese për sindromën Down. Një ndër aktivitetet ishte blerja e kartolinave të punuar nga fëmijët me këtë sindrom, nga shoqët e shokët që vijojnë mësimin këtu. Shkolla Femia Agani në Gjakov në bashkëpunim me organizatën Down Syndrome Kosova kanë organizuar fushat sensibilizuese për ta shënuar 21 marsin, ditën botërore të sindromës Down. Njëri ndër aktivitetet ishte blerja e kartolinave të punuara nga fëmijët me këtë sindrom nga shokët e shoqet që vijojnë mësimin këto. Majlinda Doli, drejtoreshe këtij institucioni, tregon detaje tjera rreth kësaj fushate. Fillimisht ka qenë aktiviteti për blerjen e kartolinave që kanë pasur çmim 1 euro nga nxënësit e shkollës sonë. Ato kartolina janë punuar nga fëmijët me sindrom Down. Kjo është një shenjë ndihme për këta fëmijë. Gjithashtu janë mbajtur ligjërata vetëdijsuese për sindromin Down, për ta kuptuar nxënësit e shkollës sonë se këta fëmijë janë normal si të gjithë të tjerët, vetëm se kanë një kromozom më tepër nëpër qeliza. Dhe ju është bërë me dije që këta fëmijë janë të barabartë, ata nuk duhet t'i gjykojmë, t'i diskriminojmë, por t'ju falim dashuri dhe t'i integrojmë në shoqëri. Po ashtu, sot është hapur ekspozita sensibilizuese, ku përfshijnë punimet të nxënësve që i kanë punuar pas marrjes së ligjëratave nga arsimtarja e biologjisë bujare mati. Gjithashtu, gjatë ditës së sotme, do të vizitohet kjo nga nxënësit e shkollës, se për shkak të kushteve të pandemisë nuk kemi bërë organizim që mund të vinë nga jashtë. Ndërsa për Elion Kulludrën, kjo ligjërat ka qenë shumë e nevojshme. Gjatë kësaj ligjërate kam mësuar shumë gjëra të reja. Një ndër to kanë qenë për shembull llojet e sindromit Down, se barazit që ju shkaktojnë atëve, barazit dhe pabarazit që ju shkaktojnë atyre, po ashtu edhe se si trajtohen ata në shoqërinë tonë. Fëmijët e organizatës Down Syndrome Kosova kanë përgatitur edhe një kartolinë të punuar me shumë dashuri e që do t'ia dhurojnë kryetarit Gjini. Drejtoria për Kulturin dhe Sport në Gjakov organizoi një program artistik me këngë e vallëzime, e të cilin ja kushtuan fëmijëve me sindromën Down. Është mbajtur koncert për ditën botërore të personave me sindrom Down. Këngë të ndryshme u interpretuan për të bërë të lumtur fëmijët të pranishmit. Në këtë festival i pranishëm ishte edhe i pari i Gjakovës Ardian Gjini, i cili u shpreh që pos dashurisë për këta fëmijë të japim kontribut të veçantë. E di që prind edhe të afërmit duhen më kujdes për çdo ditë. Për këta fëmijë, ne e kuptojmë që përpos dashnisë së tjerave duhet edhe kontribut, duhet kujdes, duhet mund. Ka njerëz, jo vetëm ne në komunë, po ka njerëz tjerë, ka qytetarë tonë që e din punën, e din mundin, e din sakrificën, po e kanë edhe vullnetin me qenë afër, jo vetëm fëmijëve, cilët janë me sindrom, mirë po edhe familjeve edhe prindve tyre.
Njëherit edhe drejtoresha për rini kultur sport Saranda Hyseni bashkë me drejtoreshën e Hendikos Gjakov, Brilanta Ballata, u shprehen se ndihen mjaft të gëzuara në këtë ditë të personave më të dashur. Faleminderit që jeni këtu me ne e që na jep një dashni të madhe për ditë, familjeve dhe gjithë neve. Po shpresoj që gjithë bashkë kena bërë gjëra më të mira për ju edhe për neve. Edhe këtë vetë manifestojmë këtë ditë si sensibilizim për një mbështetje të personave të prekur nga Down syndromi. Kjo është edhe, siç tha drejtoresha Saranda, veç një aktivitet simbolik i organizuar për të vëdësuar komunitetin. Me që ishte dita e tyre e ky festival i u dedikoi personave me sindrom Down, ata treguan se si ndihen sot. Familjen e sindrom Down ka dëshirë me këndu, vazhdim, me konë e lumtur vazhishmon. A ndive e lumtur sot? Po, patjetër, me gjithë zemrën jam e lumtur. Muzika më ka pëlqy çaja çokolada, që kënaj më herët. Ba mirë që ka qitë qatë kongë, se më ka pëlqy shumë. Shqy se jam me njerëzit mirë që rri me ta. Çdo vit, zëri i personave me këtë sindrom, si dhe i personave që jetojnë apo punojnë me ta, bëhet më i fortë. Ata çdo vit organizojnë dhe marrin pjesë në aktivitete që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për sindromën Down. Në vazhdim të ndjekim bashkë grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndami të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesorë të këtij edicioni. Në spitalin e Gjakovës aktualisht janë duke u trajtuar 80 pacient për COVID-19. Me rritjen e numrit të infektuarve, normalisht që rritet edhe numri i interesimit të njerëzve për të testuar. Në Institutin e Shëndetit Publik në Gjakov sot është parë numër i madh duke pritur të testohen. Edhe në qendrën e transfuzionit të gjakut në Gjakov po ka shumë punë. Ditët e fundit ka shumë vullnetar që po drejtohen aty për të dhuruar gjak vullnetarisht, e që pastaj plazma atyre të përdoret për shërim. Në zonës e mësimdhënës të shkollës Fëmia Gani në Gjakov organizuan fushat sensibilizuese për sindromën Down. Njëri ndër aktivitetet ishte blerja kartolinave të punuara nga fëmijët me këtë sindrom, nga shoqët e shokët që vijojnë mësimin këtu. Drejtoria për kulturin dhe sportin në Gjakov organizoi një program artistik me këngë e vallëzime, e të cilin ja kushtuan fëmijëve me sindromën Down. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syri-vision.tv. Mirupafshim.